Ftojmë në këto momente në podium kreun e departamentit Brain Gain në Partinë Demokratike, zotin Tedi Kopniku. Të dashtun njerëz lirë të vendit, i nderuar zoti Berisha, të nderuar përfaqësues partive opozitare, zonja dhe zotni. Është neri madh për mua për me fol para gjithë këtyre njerëzve. Mitana, sepse është pjesa më e shnetshme e shoqënisë. Përpara atyne që nuk dorëzuan lirinë për asnjë lloj çmimit. Përpara atyne që qëndruan dhe nuk u nënshtrun. Një thirrje kam për burrat e gratë ndershëm këtij vendit. Unë di që Shqipnia është e Gjergj Kastriotit, e Nan Terez. Është Shqipnia e Ismail Qemalit, e Mithat Frashit, e Ahmet Zogut, është Shqipnia e Gjergj Fisht, Hafzin Els, e Musine Kokalarit dhe Jub Kazazit. Si mundën burrat e Shqipnisë mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorë ekskluzivisht të Tauland Balc dhe Tergy Sagasit? Si mundën zonjat e ndershme këtij vendit mos më reagu kur shohin që Shqipnia është në dorën e Belinda Ballukut dhe të Eliza Spiropalit? Historia e këtij vendit është akoma pa shkruar. Kjo çmendori shumë shpejt ka me marrë fund. E kur regjimi shemet, historia ka me ju gjyku, sidomos ju intelektual të heshtun këtij vendit. Shlleku që ju keni lënë mushet çdo natë nga pseudo-intelektual si puna e Toni Gogu, Idajet Beqiri, që na e mushin mendën se ne jena mirë. E kur nuk ja dalin dot në ngradën tujt intelektualit të lëshuar me qira, i thonë që është edhe më keq nëse vjen Partia Demokratike në pushtet. Në emrin tu i thonë që jena njësoj me ta. Si mundena me kenë njësoj ne që fut me bandat në burg, me ata që i futen në parlament dhe e drejtojnë shtetin me ta? Si mundena me kenë njësoj ne që lidh me çdo shqiptar, çdo fshat, çdo komunë, çdo qytet, me rrugë, lidh me çdo shqiptar këtij vendit me shërbimin shëndetësor, me arsimin dhe i dha me mundësinë për zhvillim ekonomik? Si mundena me kenë njësoj ne me ata që dëbunë 1.1 milion shqiptar? Si doja shpjegoni pasardhësve tuaj këtë heshtje dhe këtë dakordsi me një band e cila tentoi me zhbash Shqipërinë? Ne kena arrit në pikën më të ulët të përgjegjshmërisë të shtetarëve tonë. Asnjë llogarilanie. Dje në kohën e zotit Berisha dhe të Partisë Demokratike ishte akti më normal, dorëheqja vetëm nëse një ministër u dyshote që kishte pas shkelje. Sot ne kena hajdut të fillu tek kryetari i Bashkisë Shkodrës, i cili si pa shkollë kërkohte 300.000 euro, ndërkohë që studentat e Harvardit merrshin 500.000 euro. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministra e superbuxheteve, që brenda natë villte 50 milion euro. Të gjithë vazhdojnë detyrën, vazhdojnë punën, madje edhe në remote, si Linda e Akshit që punën e bën nga shtëpia, sepse është në rreth shtëpie. Kjo marrëzi ka me marrë fund se s'ban një ditë. E ky fund ka me ardhur vetëm nëse ne bëjmë pyetjen vetit cila është përgjegjësia jonë. Secili ka pjesën e tij në misionin historik, rrëzimin e kësaj qeverie antishqiptare. Nuk duhet presim me noll diçka e madhe. Ndryshimi ka me noll vetëm si bashkim i sakrificave dhe i veprimeve secilit prej nesh. Nuk do të vijë as nga ndërkombëtarët, nuk do të vijë as nga drejtësia, por nga njerëzit e lirë të këtij vendit, do të vijë nga ti demokrat. Që regjimi të mundet fillimisht, ne duhet me pas bindjen e plotë që ata thehen. Regjimi e din këtë punë. Dhe për këtë arsye ka frikë sa herë që ne mbledhna, sa herë që ne reagojmë. Ata janë munduar në 12 vite me na përçmu, me na ul, me na përqesh. Regjimi me gjithë makinerinë e tij të propagandës bën çmosin në zhvlerësu rezistencën tonë. Por mbeso, ditën kur historia të shkruhet vërtet, qendresa jonë ka mu majt mend gjatë në histori, do të shkruhet me shkronja të arta dhe ajo ditë nuk është larg. Mos harroni çka kena kaluar në gjithë këto vite, sidomos vitet e fundit. Kishim përballë gjithë botën dhe na përqeshnin se si ne guxoshim me fol për demokracinë në ditë më të vështira të Shqipërisë. Prej 2500 vitesh ne historia na tregon të kundërtën. Perikliu në Athinën e lashtë ishte i rrethuar nga jashtë me armiqtë e saj dhe brenda saj i dënuar nga mortaja për më u zhduk jo vetëm politikisht, por edhe fizikisht, në fjalimin e famshëm demokracisë që sot ka udhëtuar në shekuj. Dhe të njëjtën gjë Partia Demokratike e ka bë, duke i dhënë shembull jo vetëm Shqipërisë, por gjithë botës se si rezistohet përballë diktaturave. Sot Shqipënia ka opozitë dhe opozita është në kam fal Partisë Demokratike. Si çdo autokrat, edhe Rama ka me ra. Mint e regjimit do ta braktisin anijen të parë. Dhe drita ka me lind prapë për Shqipërinë. Dhe rrezja e parë që do të binë mi fytyrat e qendrëstarëve që e mbrojtën Shqipërinë nga zhbamja.
Ajo dritë kamera mi ato që mbrojtën demokracinë, mbrojtën drejtat, lirit e shqiptarëve, kur tjerë zgjedhen komoditetin, zgjedhen largimin dhe dorëzimin e Shqipënisë te kjo bandë kriminale. Do vi dita e njerëzit kanë me ju ndëru për atë që jeni, për shërbimin që i keni bë këtij vendit. Derisa ajo ditë vinë, na duhet më shtrëngu dhamë, por dijeni që kurrë ajo ditë s'ka kanë kaq afër. Narkoshteti nuk është problem vetëm i opozitës shqiptare, është problem i Shqipënisë. Shpopullimi nuk është problem vetëm i Partisë Demokratike, por është rrezik kombëtar. Dhënia e Shqipënisë hajdutëve strategjik e krimit të organizuar nuk është problem vetëm i Sali Berisht, por është i çdo shqiptari që ka vendosur me ndërtu të ardhmen në këtë vend. Thirrja jeme është për këto që ndëgjon, bashkohuni me strukturat e Partisë Demokratike dhe të opozitës shqiptare. Kontriboni që ta fitojmë luftën tonë. Fitoria i takon atyre që luftojnë, që protestojnë, që reagojnë dhe rezistojnë. Luftojmë regjimin kudo që ndodhet derisa të arrijmë zemrën e çdo shqiptarit. Të besojmë te forca jonë, të besojmë te njëri tjetri dhe të organizohena si njerëz të bashkuar dhe jo si individ të izoluar të përçam. Dhe e sigurt që fitoria është e jona, sepse fitoria i takon vetëm atyre që guxojnë dhe asnjë shesh nuk ka pas më shumë guximtar se sa sonte. Rrof Partia Demokratike, rrofshin shqiptarët e lirë, rrof Shqipënia me shqiptar.